Gjesti ka trajtuar Eglin ja çfarë po përflitet në rrjet. Pas përfundimit të Big Brother VIP Albania, dyshja Egli Tako dhe Gjesti ka nisur të përfliteshin si një çift i mundshëm pas afrimitetit të tyre brenda shtëpisë, por ndërsa fansat ishin në pritje të zhvillimeve jashtë shtëpisë, duket se situata ka marrë një tjetër rrjedh. Pak ditë më parë, rrjeti shpërtheu pas një deklarate të bujshme nga një gazetar, i cili pretendoi se motra e Gjestit ka një shoqëri shumë të ngushtë me ish të dashurën e tij Diellzën. Kjo miqësi, sipas gazetarit, ka ndikuar që Egli të mos pritej ngrohtë nga familjarët e Gjestit pas përfundimit të spektaklit. Madje ai shtoi se Gjesti është takuar sërish me Diellzën dhe i ka dhuruar një zinxhir, një veprim që ka ndezur dyshime për një rikthim të mundshëm ose të paktën një afrim të diskutueshëm mes tyre. Thuhet se Egli nuk ka qenë në dieni të këtij takimi, gjë që mund të ketë qenë edhe pika që derdhi kupën, duke shtyrë atë të distancohet përfundimisht nga Gjesti dhe rrethi i tij familjar. Më pas vjen ditëlindja e Gjestit, fest, miqurime publike dhe figura të njohura, por asnjë shenjë nga Egli. Ajo mungoi totalisht në fest, po ashtu edhe në rrjetet sociale, asnjë urim, asnjë like, asnjë shenjë virtuale. Në një kohë ku marrëdhënie dashurore shpesh certifikohen me një postim në Instagram, heshtja Eglit flet më shumë se fjalët. Fansat kanë filluar të pyesin, a ka ardhur fundi i kësaj romance ende të pa konfirmuar publikisht? Përgjigjja mbetet në ajër, por për momentin festa e ditëlindjes ishte vetëm për një person, Gjestin, dhe jo, Egli nuk ishte pjesë e saj.